të cilat janë larg standardeve dhe këtu nuk të lidhen drejt për drejt jo me faktin se ata nuk duan të arrisin standardin, por këtu janë dy element kryesor. E para në këtë rast lidhet me cilësinë e inputeve, që në këtë rast janë lëndët e para si plerat kimik, dhe këtu në këtë rast kontrolli nuk varet, ose kjo gjë nuk varet nga fermeri, por varet pikërisht nga kontrolli i institucioneve. Dhe nga ana tjetër, duke qenë se mjaft ferma janë të parcializuara, shumë të vogla, automatikisht ata në këtë rast përdorin shumë pak makineri, ose dhe kur i përdorin në mënyrë të kufizuar për shkak të kufizimit të sipërfaqeve dhe kjo bën në këtë rast si kosto e produktit jetë e lartë. Dhe duke pasur një produkt me kosto të lartë dhe njëkohësisht duke pasur një shënueshmëri të produkteve nëse ti nuk respekton të gjithë standardet, dhe mund të marrim rastin për shembull plerit kimik i cili nuk është konform standardet, do thotë që edhe produkti final nuk do jetë konform standardet, atëherë ti ke problematik ta shesësh produktin në treg, sepse një treg i cili ofron një produkt me çmim të lartë nuk është konkurrues dhe njëkohësisht nuk është i qëndrueshëm sepse në këtë treg do vi një produkt nga Bashkimi Evropian me cilësi shumë më të lartë, por edhe me kosto më të ulët, do të thotë me çmim më të ulët. Ndaj në këtë rast edhe nuk po e analizojmë pjesën e sigurisë ushqimore, që është një tjetër temë shumë e gjatë, shumë e gjatë, shumë e rëndësishme dhe ne vërtet jemi larg. Ndaj është shumë e rëndësishme sërish e ritheksoj ta mbështesësh sektorin dhe ti garantosh cilësi të lartë të inputeve që në këtë rast tek lëndët e para, tek plerat kimik dhe gjithçka tjetër, dhe njëkohësisht edhe ne vetë si qytetarë të kemi një përmirësim të qasjes sonë organizative në aspektin e bashkimit në mënyrë që të nxiset bashkimi i fermave për të realizuar produkte me kosto edhe më të ulët. Dhe kjo në këtë rast do ta bënte produktin edhe më konkurrent.